Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e saj të fundit ka miratuar planin operativ për programet dhe masat aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2026, me të cilin sigurohen mbi 2.4 miliard denar, ose më shumë se 39 milion euro, për të mbështetur punësimin, sipërmarrësinë dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Në konferencën e sotme për media, Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, dhe drejtori i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Adnan Ejupi, prezantuan masat dhe programet e parashikuara me planin, i cili si vjet do të përfshijë më shumë se 10.000 qytetar. Ministri Durmishi theksoi se plani operativ paraqet një nga politikat më të rëndësishme ekonomike dhe sociale të qeverisë, që synon krijimin e vendeve të reja të punës, mbështetjen e të rinjve, zhvillimin e sipërmarrësisë dhe sigurimin e përfshirjes më të madhe të kategorive të rrezikuara të qytetarëve në tregun e punës. Kjo dërgon mesazh të qartë se shteti mbështet të rinjt, idetë e tyre, frymën sipërmarrëse të tyre. Në vend të shpërnguljes, ne u ofrojmë atyre perspektivë, mbështetje dhe mundësi që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen e tyre në shtëpi. Nga këto masa aktive, Durmishi njoftoi se mbi 10.000 qytetar do të përfitojnë, mbi 40 milion euro investim për vende të reja pune, grante deri në 615.000 denar për të rinjt që duan të hapin biznesin e tyre dhe mbështetje deri në 1.25 milion denar për kompanitë që krijojnë në vende të reja pune. Theksi veçantë në planin operativ është vënë në zhvillimin e sipërmarrësisë dhe vetpunësimit. Për këtë dedikim është parashikuar mbështetje për mbi 2.000 persona përmes mesazheve të vetpunësimit, duke përfshirë të rinjt deri në 29 vjeç, personat mbi 29 vjeç dhe bashkimin e përdoruesve në shoqëri tregtare.